Në mëngjesin e 3 të tetorit 1949, në dhomën 116 të hotelit Lexington në zemër të New Yorkut, u gjet trupi i një burri që mbante në supe fatin e një kombi të tërë. Ai ishte i veshur plotësisht, gati për të dalë, kravatë e lidhur me kujdes, këpucë të lustruara, çanta e dokumenteve pranë derës. Por nuk doli kurrë. Mjeku që u thirr me urgjencë në orën 9:25 konstatoi atë që certifikata e vdekjes do të shënonte si infarkti miokardit. Por çfarë nuk shkroi certifikata ishte kjo: vetëm pak ditë më vonë, grupi i parë i parashutistëve shqiptar që do të hidhnin në Shqipëri për të rrëzuar Enver Hoxhën u asgjësua menjëherë nga sigurimi i shtetit, sikur dikush i kishte pritur me emër e mbiemër. Dhe njeriu që dinte çdo lëvizje të operacionit, oficeri britanik Kim Philby, do të zbulohej vite më vonë si agenti më i rrezikshëm i dyfisht i Bashkimit Sovjetik. A ishte vdekja e Mithat Frashërit një rastësi mjekësore, apo goditja më e sofistikuar e luftës së ftohtë në tokën amerikane? Dhe pse Abbas Ermeni, njeriu që e njihte më mirë se kushdo, zgjodhi të heshtë deri në varr? Në vitin 1949, bota ishte ndarë në dy. Perëndimi dhe lindja nuk luftonin më me tanke, por me agent të fshehtë, me dosje të kodifikuara, me operacione që nuk ekzistonin zyrtarisht. Shqipëria e vogël, e sapo rënë në sundimin komunist të Enver Hoxhës, ishte bërë fusha e parë e betejës së fshehtë mes CIA-s amerikane dhe KB-s sovjetike. Operacioni kishte një emër kodi, valuable për britanikët, BFN për amerikanët. Qëllimi ishte i thjeshtë në letër, por i pamundur në praktik, të hidhnin grupe parashutistësh në malet e Shqipërisë për të ndezur një kryengritje popullore dhe për të rrëzuar regjimin komunist. Por çdo operacion ushtarak kishte nevojë për një fytyrë politike, për një njeri që të mund të fliste në emër të Shqipërisë së lirë para Kombeve të Bashkuara, para opinionit publik perëndimor, para historisë. Ekzistonte vetëm një njeri i tillë, Mithat Frashëri, intelektuali që kishte nënshkruar deklaratën e pavarësisë në 1912, themelues i lëvizjes Balli Kombëtar, një figurë që edhe kundërshtarët e tij politik e respektonin. Në korrik të 1949, në një sallë të mbyllur në Paris, me mbështetjen e shërbimeve të fshehta anglo-amerikane, u krijua Komiteti Shqipëria e Lirë. Mithat Frashëri u zgjodh kryetar. Në 26 gusht, BCA transmetoi lajmin në të gjithë botën. Dhe në fillim të shtatorit, Mithati u nis drejt New Yorkut për të shpallur zyrtarisht krijimin e komitetit dhe për të kërkuar mbështetje në Kombet e Bashkuara. Ai nuk e dinte që çdo hap i tij po monitorohej nga një njeri që ulej në të njëjtën dhomë takimesh me amerikanët, Kim Philby, oficeri ndërlidhës i MI6 Smecian, që në fakt kalonte çdo sekret drejt për drejt në Moskë. Kur Mithat Frashëri zbriti nga anija në portin e New Yorkut, ai ishte një burr 69 vjeçar që mbante peshën e 5 viteve të fundit të ekzilit. Pas tij mbetën kampe refugjatësh në Itali, debate të përgjumura mes fraksioneve të ndryshme shqiptare, përçarje mes ballistëve, zogistëve dhe legalistëve. Por tani, për herë të parë, ai kishte një mision konkret, të fliste në emër të një qeverie në ekzil që perëndimi e njihte. Ai u vendos në hotelin Lexington, një ndërtesë e lartë në qendër të Manhattanit, ku çdo mbrëmje zhvillonte takime me diplomat, me antar të diasporës, me njerëz që i premtonin mbështetje. Dëshmitarët e atyre ditëve e përshkruajnë si një njeri plot energji, megjithse të lodhur nga udhëtimi. Ai fliste me pasion për Shqipërinë, për të ardhmen e kombit, për shpresën që operacioni ushtarak do të çlironte vendin nga komunizmi. Por ekziston një kontradiktë e çuditshme në burime, ndërsa bashkëpunëtorët e tij thonë se Mithati ishte në formë të shkëlqyer, raportet e CIA-s e përshkruajnë si të brish, të moshuar, në presion të madh. Kush po thoshte të vërtetën? Apo secili po shihte atë që donte të shihte? Në mbrëmjen e 2 të tetorit, Mithati zhvilloi takimin e fundit të një orë. Ai u kthye në dhomën e tij rreth orës 11:30. Askush nuk e pa më gjallë. Në orën 9:25 të mëngjesit të 3 të tetorit, një punonjës i hotelit trokiti në derën e dhomës 116. Nuk pati përgjigje. Trokiti përsëri. Heshtje. Kur hapi derën me çelësin rezervë, e gjeti Mithat Frashërin të shtrirë në dy sheme, të veshur plotësisht, sikur ishte rrëzuar në momentin që po bëhej gati të dilte. Çanta e tij me dokumente ishte pranë derës. Kravatë e lidhur. Këpucë të lustruara. Mjeku që u thirr me urgjencë konstatoi vdekjen dhe shkroi në certifikat, infarkti miokardit.
Në vitin 1949, kur një burr 69 vjeçar gjendej i vdekur pa shenja të dukshme dhune, mjekët ligjor nuk bënin analiza të thelluara toksikologjike për helme egzotike që shërbimet e inteligjencës përdornin në atë kohë. Nëse zemra kishte ndaluar, shkaku konsiderohej natyror. Por çfarë nuk e dinin mjekët amerikan ishte kjo: KGB-ja sovjetike kishte zhvilluar substanca që shkaktonin infarkt dhe nuk linin asnjë gjurmë në autopsitë standarde. Gazi cianid në doza të vogla, toksina që ndërhynin në ritmin kardiak, përbërje kimike që shkatëronin qelizat e zemrës pa lënë asnjë provë. A ishte e mundur që mithat frashëri të ishte helmuar në mënyrë të tillë që vdekja të dukej si natyrale? Dhe nëse po, kush e kishte bërë këtë? Lajmi i vdekjes u përhap me shpejtësi. Në Tiranë, në zyrat e sigurimit të shtetit, agjentët festuan. Në arkivat e deklasifikuara vite më vonë, gjenden raporte ku shkruhet: koka e reaksionit u pre. Por askund nuk merret përsipër autorësia e drejtpërdrejtë. Në Washington, CIA dhe MI6 ja lëshuan një deklaratë zyrtare: vdekje nga shkaqe natyrore. Operacioni Valuable do të vazhdonte sipas planit. Por a e besonin vërtet këtë, apo po mbanin heshtje për të mos shkaktuar panik? Vetëm pak ditë pas varrimit të mithat frashërit në varrezat Ferncliff të New Yorkut, ku arkivoli i tij u mbulua me flamurin kombëtar shqiptar, grupi i parë i parashutistëve u hodh mbi malet e Shqipërisë. Ata u asgjësuan menjëherë. Sigurimi i shtetit i priste sikur të kishte një listë me emra, me orare, me koordinata të sakta. Dhe vërtet kishte. Kim Philby, njeriu që ulej në të njëjtat dhoma takimesh me amerikanët dhe britanikët, kishte kaluar çdo detaj tek KGB-ja dhe KGB-ja ja kishte dërguar Tiranës. Operacioni Valuable ishte i komprometuar që në fillim. Por pyetja që askush nuk e bëri me zë të lartë ishte kjo: nëse Philby e dinte gjithçka për operacionin, a e dinte edhe për lëvizjet e mithat frashërit në New York? Dhe nëse po, a kishte dhënë urdhër për eliminimin e tij? Philby vetë, në kujtimet e tij të botuara vite më vonë me titullin Lufta ime e heshtur, nuk përmend kur emrin e mithat frashërit. Kjo heshtje është aq e zhurmshme sa çdo fjalë që mund të kishte shkruar. Sepse nëse vdekja ishte vërtet natyrale, pse të mos e përmendësh si një fatkeqësi që goditi operacionin? Pse ta fshish nga kujtesa? Përgjigja më e thjeshtë është kjo: sepse dinte diçka që nuk donte ta pranonte. Ose sepse kishte qenë pjesë e diçkaje që nuk mund ta rrëfente as në kujtimet e tij. Pas vdekjes së mithat frashërit, udhëheqja e Komitetit Shqipëria e Lirë kaloi në duart të tjerëve. Por figura që u bë më e rëndësishme në diasporë ishte Abbas Ermeni, komandanti ushtarak i ballit kombëtar, historiani, njeriu me disiplinë të hekur dhe me një ftohtësi analitike që të bënte të dridheshe. Ermeni kishte qenë pranë mithatit që nga vitet e para të ballit, kishte luftuar krah për krah me të, kishte ikur bashkë me të nga Shqipëria në nëntor të 1944. Nëse dikush e dinte të vërtetën për atë që kishte ndodhur në New York, ai ishte Abbas Ermeni. Por Ermeni zgjodhi heshtjen. Jo heshtjen e një njeriu që nuk di, por heshtjen e një njeriu që di shumë. Kur gazetarët e pyesnin për vdekjen e mithatit, ai priste shkurt me një vështrim të akull: vdiq nga zemra. Pik. Asnjë teori konspirative. Asnjë akuzë. Asnjë dyshim i shprehur. Kjo ftohtësi nga njeriu që kishte qenë më i afërti me mithatin ishte tronditse për ndjekësit e ballit kombëtar. Ndërsa baza e lëvizjes botonte 10 artikuj në gazetën Flamuri ku akuzonin hapur komunistët për helmim, Ermeni heshte. Ndërsa veteranët e ballit organizonin përkujtimore dhe kërkonin hetime të reja, Ermeni heshte. Edhe kur u kthye në Shqipëri në vitet e 90-ta, edhe kur dha intervista për historinë e ballit kombëtar, edhe kur shkroi libra për luftën dhe ekzilin, ai nuk foli kurrë për prapaskenat e vdekjes së mithat frashërit. Deri në vitin 2003, kur vdiq në moshën 88 vjeçare, Abbas Ermeni mbajti atë sekret me vete. Por çfarë sekreti ishte? A e dinte që ishte vrasje nga KGB-ja, por CIA i kishte kërkuar të heshte për të mos dekonspiruar faktin që operacioni ishte i komprometuar? A besonte vërtet se ishte vdekje natyrale dhe e përbuste viktimizimin e shqiptarëve përmes teorive të konspiracionit? Apo kishte frikë për jetën e tij, duke ditur që pas vdekjes së mithatit, ai mund të ishte i radhës? Për të kuptuar pse heshtja e Ermenit ishte aq e çuditshme, duhet të kthehemi në natyrën e njeriu. Abbas Ermeni nuk ishte një ëndërrimtar romantik.
Ai ishte një ushtarak, një strateg, një njeri që besonte në fakte dhe jo në emocione. Kur fliste për historinë, ai përdorte dokumente, dëshmi, burime të verifikuara. Ai nuk ishte tipi I njeriut që do të heshte për shkak të presionit emocional. Nëse ai heshte, ishte sepse kishte një arsye racionale. Dhe arsyet racionale në kontekstin e luftës së ftohtë ishin të thjeshta, ose e dinte që të folurit do të vinte në rrezik operacione të tjera, ose e dinte që të folurit do ta vinte në rrezik jetën e tij. Në vitet pas vdekjes së Mithatit, Ermeni jetoi në Paris, ku vazhdoi të punonte me shërbimet perëndimore për operacione të tjera kundër regjimit komunist. Ai ishte një figurë kyçe në rrjetin e ekzilit shqiptar, një njeri që CIA dhe MI6 ja e konsideronin të besueshëm. Por pikërisht kjo besueshmëri mund të ishte arsyeja e heshtjes së tij. Nëse ai do të kishte akuzuar hapur shërbimet sovjetike për helmimin e Mithatit, do të kishte detyruar perëndimin të pranonte që operacioni ishte I komprometuar që në fillim. Dhe kjo do të kishte qenë një dështim I madh propagandistik për CIA-n dhe MI6-n. Pra, a ju kërkua Ermenit të hesht në emër të interesit më të madh? A ju premtua mbështetje për operacione të ardhshme në këmbim të heshtjes? Apo thjesht ai kuptoi që të folurit nuk do të kthente Mithatin dhe nuk do të ndryshonte asgjë? Ekziston edhe një version tjetër, më I errët. Disa burime të pakonfirmuara sugjerojnë që Ermeni, pas vdekjes së Mithatit, u bë paranojak për sigurinë e tij. Ai ndryshoi adresën disa herë, shmangej nga takimet publike dhe rrallë fliste me gazetar. Në një letër private drejtuar një miku të vjetër, ai shkroi: "Kemi një mal me pengesa, por drita po duket." Kjo ishte e njëjta frazë që Mithati kishte përdorur pak ditë para vdekjes. A ishte kjo një mesazh I koduar? Apo I thoshte mikut të tij që e dinte të vërtetën, por nuk mund ta shprehte? Apo ishte thjesht një përsëritje e shpresës që të dy e mbanin gjallë? Në vitet e fundit të jetës, Ermeni u bë edhe më I mbyllur. Ai refuzoi të shkruante kujtime personale për vitet e ekzilit. Kur historianët e pyesnin për detaje të caktuara, ai u përgjigjej me përgjigje të shkurtra, teknike, pa emocione. Sikur të kishte vendosur që historia zyrtare ishte e mjaftueshme dhe që e vërteta personale duhej të varrohej bashkë me të. Por a mund të varrosh të vërtetën? A mund të heshtësh për një vrasje, nëse vërtet ishte vrasje, dhe të jetosh me ndërgjegjen e pastër? Apo heshtja e Ermenit ishte vetë dëshmia më e fortë që diçka e tmerrshme kishte ndodhur, diçka që ai nuk mund ta provonte, por që e dinte në thellësi të shpirtit? Në arkivat e sigurimit të shtetit në Tiranë, që u hapën pjesërisht pas rënies së komunizmit, gjenden dokumente që flasin për vdekjen e Mithat Frashërit me një ton triumfalist. Në një raport të datës 4 tetor 1949, një agent shkruan: "Armiku kryesor I popullit shqiptar, koka e reaksionit, Mithat Frashëri, ka vdekur në New York." Kjo është një fitore e madhe për revolucionin ton. Por askund në këto dokumente nuk merret përsipër autorësia e drejt për drejt. Askund nuk thuhet: "Ne e helmëm." Kjo mungesë e pranimit mund të interpretohet në dy mënyra. Ose vërtet nuk kishin asnjë rol dhe thjesht po festonin një rastësi të lumtur. Ose kishin një rol, por ishin aq profesionistë sa nuk e shkruanin në dokumente zyrtare. Sepse nëse KGB-ja dhe sigurimi I shtetit kishin organizuar një atentat në tokën amerikane, kjo do të ishte një operacion aq I ndjeshëm sa nuk do të dokumentohej kurrë në letër. Do të mbetej një sekret gojor I kaluar nga një gjenerat agjentësh të tjetra, një histori që do të tregojë vetëm në dhoma të mbyllura, me dyrë të kyçura. Dhe ndoshta Abbas Ermeni e dinte këtë. Ndoshta ai kishte dëgjuar diçka, kishte parë diçka, kishte kuptuar diçka që nuk mund ta provonte, por që e bënte të heshte përgjithmonë. Kur trupi I Mithat Frashërit u varros në varrezat Ferncliff të New Yorkut, arkivoli I tij u mbulua me flamurin kombëtar shqiptar. Ishin dhjetra shqiptar të mërguar që qanin, që këndonin himne, që betonin se do të vazhdonin luftën e tij. Por lufta tashmë ishte humbur. Operacioni Valuable vazhdoi për vite, por çdo grup parashutistësh që u hodh në Shqipëri u asgjësua. Disa u kapën gjallë dhe u torturuan për të dhënë informacione. Të tjerët u vranë menjëherë. Asnjë kryengritje popullore nuk ndodhi. Asnjë rrëzim I regjimit. Enver Hoxha mbeti në pushtet deri në vdekjen e tij në 1885. Dhe Shqipëria mbeti e izoluar nga bota për dekada. A do të kishte qenë ndryshe nëse Mithat Frashëri do të kishte jetuar? A do të kishte pasur ai autoritetin moral për të bashkuar fraksionet e ndara të shqiptarëve?
A do të kishte mundur ai të ndikonte në politikën perëndimore ndaj Shqipërisë? Këto janë pyetje pa përgjigje. Por një gjë është e sigurt, vdekja e tij në atë moment të saktë, në atë vend të saktë, ndryshoi rrjedhën e historisë. Dhe heshtja e Abbas Ermenit e bëri këtë vdekje edhe më misterioze, edhe më të dhimbshme, edhe më të pasgjidhur. Sot, më shumë se 70 vjet pas asaj mëngjesit të tetorit, trupi i Mithat Frashërit pushon në Shqipëri. Eshtrat e tij u kthyen nga New Yorku në vitin 2018 dhe u rivarrosën me nderime shtetërore. Por pyetjet mbeten. A vdiq ai nga zemra, apo nga një helm që shkenca e asaj kohe nuk mund ta zbulonte? A ishte Kim Philby vetëm një spiun që kalonte informacione, apo një organizator i atentanteve? A e dinte Abbas Ermeni të vërtetën, apo thjesht zgjodhi të mos besonte teoritë e konspiracionit? Dhe nëse e dinte, pse zgjodhi të heshtë deri në varr? Në 10 nëntor 1944, kur kolonat e fundit të ballit kombëtar po kalonin kufirin shqiptar drejt Italisë, Abbas Ermeni mbante në xhep një listë me emra. Ishin 137 burra, gra dhe fëmijë që kishin vendosur të ndiqnin Mithat Frashërin në ekzil. Çdo emër në atë listë përfaqësonte një jetë të shkatëruar, një shtëpi të braktisur, një të ardhme të panjohur. Por ekzistonte një emër që Ermeni e kishte nënvizuar me laps të kuq: Mithat Frashëri, shëndeti i dobët, nevojitet mbikëqyrje konstante. Kjo shënim, i gjetur vite më vonë në arkivat personale të Ermenit, tregon diçka që historia zyrtare nuk e përmend. Mithati nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore që në fillim të ekzilit. Ai vuante nga hipertensioni arterial, nga dhimbje kronike në gjoks, nga pagjumësi e rëndë. Mjeku italian që e ekzaminoi në kampin e refugjatëve në Bari i kishte rekomanduar pushim të plotë dhe shmangjen e stresit. Por si mund të pushonte një njeri që mbante në supë fatin e një kombi? Si mund të shmangje stresin kur çdo ditë vinin lajme të reja për ekzekutime në Shqipëri, për familje të shkatëruara, për shok të vrarë? Në një letër private drejtuar një miku të vjetër, Mithati shkroi: "Trupi im po më tradhton, por shpirtit nuk guxon t'i jap pushim. Nëse ndaloj, gjithçka rrëzohet." A ishte kjo vetdia e vdekjes së afërt? Apo thjesht lodhja e një njeriu që kishte dhënë gjithçka dhe nuk kishte më asgjë për të dhënë? Dhe nëse Ermeni e dinte që shëndeti i Mithatit ishte aq i brisht, pse e lejoi të udhëtonte në New York në shtator të 1949? A ishte kjo një gabim mjekësor, apo një vendim i detyruar nga rrethanat politike? Kampi i refugjatëve në Bari ishte një vend ku shpresa vdiste çdo ditë pak më shumë. Ishin qindra shqiptar të grumbulluar në barak të vjetra ushtarake, duke pritur viza, duke pritur leje qëndrimi, duke pritur një të ardhme që nuk vinte kurrë. Mithati jetonte në një dhomë të vogël që e ndante me 3 burra të tjerë. Nuk kishte privatsi. Nuk kishte qetësi. Çdo natë dëgjonte britmat e fëmijëve që qanin, zërat e grave që luteshin, sharjet e burrave që hanin njëri tjetrin për gjëra të vogla. Dhe çdo mëngjes zgjohej me të njëjtën pyetje: sa kohë do të durojë kjo? Abbas Ermeni, që kishte marrë përsipër organizimin e jetës së përditshme të refugjatëve, e vizitonte Mithatin çdo ditë. Ai i sillte ushqim, barna, gazeta. Por më e rëndësishmja, i sillte lajme nga bota e jashtme. Sepse Mithati kishte nevojë të dinte që lufta nuk kishte mbaruar, që ekzistonte ende shpresë, që emri i tij ende përmendej në Perëndim si simboli i rezistencës shqiptare. Në një raport të CIA-s të datës 15 mars 1947, një oficer amerikan që kishte vizituar kampin shkroi: "Frashëri është një njeri i thyer fizikisht, por me një vullnet të hekur. Ai refuzon të pranojë dështimin. Kjo mund të jetë forca e tij më e madhe, por edhe dobësia e tij fatale." Çfarë donte të thoshte me dobësi fatale? Apo sugjeronte që Mithati po e shtynte trupin përtej kufive të tij? Apo po paralajmëronte diçka më të errët, që një njeri aq i vendosur mund të bëhej një shënjestër e lehtë për armiqtë e tij? Në pranverën e 1948, Mithati filloi të shfaqte simptoma që mjekët i quajtën angin pectoris, dhimbje të forta në gjoks që vinin papritur dhe zhduken po aq shpejt. Ai i fshihte këto episode nga të tjerët, por Ermeni e vuri re. Një mbrëmje, kur e gjeti Mithatin të ulur në krevat, duke mbajtur dorën në gjoks dhe duke marrë frymë me vështirësi, Ermeni i tha: "Duhet të shkosh në spital." Tani. Mithati e refuzoi. "Nëse shkoj në spital, do të mendojnë që jam i mbaruar. Do të fillojnë të kërkojnë zëvendësim. Dhe kush do të më zëvendësoj? Ti e di mirë që askush nuk ka autoritetin që kam unë."
Ermeni nuk tha asgjë. Sepse e dinte që Mithati kishte të drejtë. Brenda ballit kombëtar ekzistonin fraksione, xhelozi, ambicie personale. Vetëm figura e Mithatit i mbante bashkë. Nëse ai do të tërhiqej për arsye shëndetësore, gjithçka do të shpërbëhej. Pra, Ermeni zgjodhi të heshtë. Por a ishte kjo heshtje një akt dashurie, apo një akt përgjegjësie politike? Dhe kur Mithati vdiq një vit e gjysmë më vonë në New York, a e ndiu Ermeni fajin që nuk e kishte detyruar të shkonte në spital atë mbrëmje? Në korrik të 1949, kur Komiteti Shqipëria e Lirë u krijua në Paris, Mithati dukej si një njeri i rilindur. Ai kishte një mision konkret, një rol zyrtar, një shpresë të re. Por ata që e njihnin mirë vunë re diçka shqetësuese, ai kishte filluar të fliste për vdekjen. Jo në mënyrë melankolike, por në mënyrë praktike, sikur po bënte plane për një udhëtim të zakonshëm. Në një darkë private me Abbas Ermenin dhe 2 anëtar të tjerë të komitetit, Mithati tha, nëse më ndodh diçka, ju duhet të vazhdoni pa mua. Mos e lini lëvizjen të vdes bashkë me mua. Të pranishmit u përpoqën ta ndërprenin, ta ngushëllonin, por ai ndaloi me një lëvizje dore. Nuk jam duke u ankuar. Thjesht po jap udhëzime. Kam 69 vjet. Kam jetuar më shumë se shumica. Nëse Zoti më thërret nesër, kam bërë atë që kam mundur. Ermeni, që rrallë shfaqte emocione, u pa duke shtrënguar gishtat rreth gotës së verës derisa knokët i u bën të bardhë. Pas darkës, kur të tjerët u larguan, ai i tha Mithatit, mos fol kështu. Ke ende shumë për të bërë. Mithati buzëqeshi. Pikërisht prandaj po flas kështu. Sepse e di që koha është e shkurtër. A ishte kjo një parashikim? Apo thjesht realizmi i një njeriu që e ndjente trupin duke ju dorëzuar? Kur Mithati u nis për në New York në fillim të shtatorit, Ermeni e shoqëroi deri në aeroport. Ata ecën në heshtje përgjatë terminalit, 2 burra të moshuar që kishin ndarë 10 vite lufte, egzili dhe shprese të thyra. Para se Mithati të hipur në aeroplan, Ermeni i dha një zarf të mbyllur. Hape vetëm nëse ndjen që je në rrezik, i tha. Mithati e mori zarfin, e shikoi për një moment, pastaj e futi në xhepin e brendshëm të xhaketës. Çfarë ka brenda? Pyeti. Ermeni nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj tha, emra. Njerëz që mund të ndihmojnë nëse gjërat shkojnë keq. Mithati e shikoi në sy. Ti mendon që diçka do të shkojë keq? Ermeni hezitoi. Unë mendoj që duhet të jesh i përgatitur për çdo mundësi. Ata u përqafuan. Ishte përqafja e fundit. Kur Ermeni u kthye në Paris, ai shkroi në ditarin e tij personal, e pash duke u larguar dhe pata një ndjesi të çuditshme, sikur po e shija për herë të fundit. Zoti e ruajt. Ky ditar u gjet pas vdekjes së Ermenit, por faqja e datës 3 tetor 1949 ishte shyer. Çfarë kishte shkruar ai atë ditë? Dhe pse e kishte shyer? Në New York, Mithati u vendos në hotelin Lexington dhe filloi një ritëm takimesh që do të kishte lodhur edhe një njeri të ri. Çdo mëngjes zgjohej në orën 6, bënte dush të ftohtë për të qëndruar zgjuar, vishej me kostumin e tij më të mirë dhe dilte për takime që zgjatën deri vonë në mbrëmje. Ai takoi diplomat amerikan, antar të kongresit, gazetar, përfaqësues të Kombeve të Bashkuara. Çdo takim ishte një betejë për të bindur, për të shpjeguar, për të kërkuar mbështetje. Dhe çdo mbrëmje kthehej në dhomën e tij i shtëruar, me dhimbje në gjoks që po bëheshin gjithnjë e më të shpeshta. Ai nuk i tregoi askujt. Në një letër të shkurtër drejtuar Ermenit të datës 28 shtator, ai shkroi, puna po shkon mirë. Amerikanët po dëgjojnë. Por trupi im po më kërkon pushim që nuk mund t'ia jap lutu për mua. Kjo ishte hera e parë që Mithati, një njeri që rrallë fliste për fen, kërkonte lutje. A e ndjente ai që fundi po afrohej? Apo ishte thjesht një shprehje e lodhjes? Në mbrëmjen e dytë të tetorit, Mithati zhvilloi takimin e fundit të një orë. Ishte një darkë private me 3 antar të diasporës shqiptare në New York. Ata diskutuan për planet e ardhshme, për strategjinë politike, për mënyrën se si do të paraqiteshin para Kombeve të Bashkuara. Një nga të pranishmit, një burr me emrin Kol Ashta, dha më vonë një dëshmi të çuditshme. Ai tha, Mithati hëngri shumë pak atë mbrëmje. Piu vetëm ujë. Dhe në një moment, kur po flisnin për të ardhmen, ai tha diçka që më bëri përshtypje, nëse nesër nuk zgjohem, ju premtoni që do të vazhdoni.
Ne u përpoqëm ta merrnim si shaka, por ai nuk buzëqeshi. Ishte serioz. Pse po fliste, mi thati, për vdekje në mbrëmjen e fundit? A kishte pasur një simptom të re që e kishte frikësuar? Apo kishte marrë një kërcënim që nuk ja kishte treguar askujt? Kol ashtashtoi një detaj tjetër, kur po largoheshim, e pash duke shikuar nga dritarja e dhomës së tij. Ai po vështronte rrugën poshtë, sikur po priste dikë. Ose sikur po kontrollonte nëse po ndiqej. A ishte kjo paranoj, apo kujdes i arsyeshëm? Sepse nëse Kim Philby e dinte që mi thati ishte në New York, atëherë edhe KBA e dinte. Dhe nëse KBA e dinte, atëherë edhe sigurimi i shtetit e dinte. Dhe nëse sigurimi i shtetit e dinte, a ishte e pamundur që të kishin dërguar dikë për ta ndjekur? Në orën 11:30 të natës, mi thati u kthye në dhomën e tij. Recepcionisti i hotelit e përshkroi si të qetë, por të lodhur. Ai mori Chelsin, u ngjit me ashensor në katin e 6 dhe hyri në dhomën 116. Askush nuk e pa më gjallë. Por çfarë ndodhi në ato orë të fundit? A ra në gjumë menjëherë, apo qëndroi zgjuar duke menduar për takimin e nesërm? A ndiu dhimbjen e parë në gjoks në mes të natës, apo në mëngjes kur po bëhej gati të dilte? Dhe më e rëndësishmja, a ishte vetëm në atë dhomë? Sepse ekziston një dëshmi e pasgjidhur që nuk përputhet me versionin zyrtar. Një pastruese e hotelit që punonte në turnin e natës dha një deklaratë të shkurtër për policinë lokale. Ajo tha, rreth orës 1:30 të natës, kur po pastroja korridorin e katit të 6, dëgjova zëra nga dhoma 116. Ishin 2 zëra burra. Njëri fliste anglisht me theks të huaj, tjetri fliste një gjuhë që nuk e kuptova. Kjo dëshmi nuk u hetua kurrë. Policia e konsideroi si një gabim kujtese, sepse regjistrimet e hotelit nuk tregonin asnjë vizitor për mi thatin atë natë. Por çfarë nëse regjistrimet ishin të pasakta? Çfarë nëse dikush kishte hyrë në dhomë pa u regjistruar? Çfarë nëse ai theksi huaj ishte rus? Kur trupi i Mithat Frashërit u gjet në mëngjesin e 3 të tetorit, ekzistonte një detaj që mjeku ligjor e shënoi, por që nuk u hetua kurrë. Në qafën e tij kishte një shenjë të vogël të kuqe, sikur nga një gjilpër ose një pickë. Mjeku e konsideroi si një shenjë parëndësi, ndoshta nga roja. Por në vitet 50, KBA kishte zhvilluar një armë të quajtur pistoleta e helmit, një pajisje e vogël që dukej si stilolaps, por që lëshonte një gjilpër mikroskopike të mbushur me ricin ose me toksina të tjera që shkaktonin infarkt. Kjo armë u përdor më vonë në vrasjen e Georgi Markovit në Londër në vitin 1978. A ishte e mundur që të ishte përdorur edhe në vitin 1949? Teknologjia ekzistonte. Motivi ekzistonte. Mundësia ekzistonte. Por provat nuk ekzistojnë. Sepse trupi i Mithatit nuk u autopsua me kujdesin që do të kërkohej sot. Ai u varros shpejt sipas traditës dhe çdo provë e mundshme u varros bashkë me të. Kur lajmi i vdekjes arriti në Paris, Abbas Ermeni ishte duke mëngjesuar në një kafene pranë shtëpisë së tij. Një shok i tij erdhi duke vrapuar me gazetën në dorë dhe ia tregoi titullin: Mithat Frashëri vdes në New York. Ermeni lexoi artikullin në heshtje. Pastaj e palosur gazetën, e vuri në tavolinë dhe tha vetëm një fjalë: e dija. Shoku i tij e pyeti: çfarë dije? Ermeni nuk u përgjigj. Ai u ngrit, la para në tavolinë dhe u largua. Atë ditë, ai nuk shkoi në zyrë. Nuk pranoi vizitor. Nuk dha asnjë deklaratë. Vetëm në mbrëmje, kur një gazetar francez arriti ta gjente në shtëpi, Ermeni tha: Mithat Frashëri ishte zemra e Shqipërisë së lirë. Tani zemra ka ndaluar. Por trupi do të vazhdoj të luftoj. Kjo ishte e gjitha. Asnjë akuzë. Asnjë teori. Asnjë dyshim i shprehur. Vetëm një konstatim i ftohtë, mjekësor, sikur po fliste për një organ që kishte dështuar. Por a ishte vërtet aq i ftohtë? Apo po përpiqej të mbante kontrollin mbi emocionet e tij, duke ditur që çdo fjalë e tij do të analizohej, do të interpretohej, do të përdorej nga armiq dhe miq? Sepse në luftën e ftohtë, edhe vajtimi ishte një armë politike. Në javët pas vdekjes së Mithatit, Ermeni mori një rol ushtarak më aktiv në operacionin Valuable. Ai u bë koordinatori kryesor mes grupeve të parashutistëve dhe shërbimeve perëndimore. Por ata që punonin me të vunë re një ndryshim në sjelljen e tij. Ai ishte bërë më i kujdesshëm, më paranojak, më i mbyllur.
Ai ndryshoi adresën e shtëpisë së tij 2 herë brenda 3 muajve. Nuk shkonte më në të njëjtat kafene. Nuk takohej me njerëz në vende publike. Një oficer i CIA-s që punonte me të shkruajë në një raport, Ermeni po sillet sikur pret të jetë i radhës. Ai kontrollon çdo makinë që ndalon pranë tij. Nuk pi asgjë që nuk e ka hapur vetë. Kjo mund të jetë thjesht kujdes, ose mund të jetë diçka më shumë. Çfarë e kishte friksuar Ermenin? A kishte marrë një kërcënim? A kishte zbuluar diçka për vdekjen e Mithatit që e bënte të besonte se edhe ai ishte në rrezik? Apo thjesht kishte kuptuar që në këtë luftë të fshehtë, askush nuk ishte i sigurt? Në dhjetor të 1949, 2 muaj pas vdekjes së Mithatit, Ermeni shkroi një letër private drejtuar një miku të vjetër që jetonte në Zvicër. Letra nuk u publikua kurrë, por u gjet në arkivat e tij personale pas vdekjes. Në të, ai shkruante: "Kam humbur njeriun që respektoja më shumë në jetë. Por nuk mund të vajtoj publikisht, sepse vajtimi do të interpretohet si dobësi. Armiqtë tanë do të mendojnë që jemi të thyrë. Miqtë tanë do të fillojnë të dyshojnë për aftësinë tonë për të vazhduar. Pra, duhet të mbaj maskën e forcës edhe kur brenda jam coptuar." Kjo ishte hera e vetme që Ermeni pranoi dhimbjen e tij. Por edhe këtu, ai e shpjegonte heshtjen e tij si një domosdoshmëri strategjike, jo si një zgjedhje personale. A ishte vërtet kështu? Apo po përpiqej të justifikonte para vetes një heshtje që e mundonte çdo ditë? Sepse të heshtësh për vdekjen e një miku nuk është vetëm një akt politik. Është një barë shpirtërore që të ndjek deri në varr. Në mars të 2050, kur u bë e qartë që operacioni Valuable kishte dështuar plotësisht, Ermeni dha dorëheqjen nga roli i tij ushtarak. Ai u tërhoq nga jeta publike dhe filloi të punonte si historian, duke shkruar libra për historinë e Shqipërisë dhe të ballit kombëtar. Por edhe në këto libra, ai nuk foli kurrë për prapaskenat e vdekjes së Mithat Frashërit. Ai e përmendi vetëm si një humbje e madhe për kombin shqiptar dhe vazhdoi mëtej. Kjo mungës e detajeve ishte aq e dukshme sa lexuesit filluan të pyesin: pse nuk tregon më shumë? Disa historianë e akuzuan për fshehje të së vërtetës. Të tjerë e mbrojën duke thënë që ai po respektonte kujtimin e Mithatit duke mos e kthyer në objekt konspiracioni. Por çfarë nëse e vërteta ishte diku në mes? Çfarë nëse Ermeni nuk kishte prova të mjaftueshme për të akuzuar, por kishte dyshime të mjaftueshme për të mos besuar versionin zyrtar? Çfarë nëse ai jetoi me këtë pezullim të dhimbshëm mes dijes dhe padijes, mes besimit dhe dyshimit, mes dashurisë për mikun e tij dhe frikës për të vërtetën? Në vitet e fundit të jetës, kur Ermeni u kthye në Shqipëri pas rënies së komunizmit, ai u prit si hero. Por edhe atje, pyetja e vdekjes së Mithatit e ndoqi. Gazetar të rinj, historian, studiues, të gjithë donin të dinin çfarë ndodhi vërtet në New York. Dhe Ermeni, tani një plak 80 e ca vjeçar, me flokë të bardhë dhe duar që dridheshin, u përgjigjej gjithmonë me të njëjtën frazë: vdiq nga zemra. Pik. Por një gazetar i ri, që nuk e njohu kurrë emrin, e pyeti diçka të ndryshme. Ai tha: "Zoti Ermeni, ju nuk po na pyesni nëse besojmë se ishte vdekje natyrale. Ju po na thoni që të besojmë." Pse? Ermeni e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha: "Sepse nëse nuk ishte natyrale, atëherë duhet të pranojmë që ne dështuam ta mbrojmë. Dhe unë nuk mund të jetoj me këtë faj." Kjo ishte hera e vetme që Ermeni la të kuptojë që ekzistonte një mundësi tjetër. Por edhe atëherë, ai nuk e tha hapur. Ai e la si një hije, si një dyshim, si një barë që mbante vetëm. Kur Abbas Ermeni vdiq në vitin 2003, në moshën 88 vjeçare, ai u varros me nderime ushtarake në Tiranë. Në funeral ishin qindra njerëz, veteran të ballit kombëtar, politikan, historian, njerëz të thjeshtë që e respektonin. Por askush nuk përmendi vdekjen e Mithat Frashërit. Askush nuk pyeti për heshtjen e tij. Sepse të gjithë e dinin që ai kishte zgjedhur të mbajë atë sekret deri në fund. Dhe tani, me vdekjen e tij, sekreti ishte varrosur për gjithmonë. Ose jo. Sepse ekzistojnë dokumente që ende nuk janë hapur. Ekzistojnë arkiva të KGB-s që ende janë të klasifikuara. Ekzistojnë dëshmi që ende nuk janë dhënë. Dhe ekziston një pyetje që nuk do të pushoj kurrë: a vdiq Mithat Frashëri nga zemra, apo nga një helm që shkenca e asaj kohe nuk mund ta zbulonte? Dhe nëse vdiq nga helmi, kush e urdhëroi? Kim Philby? KGB-ja? Sigurimi i shtetit?
Apo dikush tjetër që ende nuk e dim emrin. Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar që u hapën pjesërisht pas vitit 1990, ekziston një dosje me kodin objekti 123. Brenda saj gjenden 164 faqe raporte, fotografi, transkriptime bisedash, plane operative. Objekti ishte Mithat Frashëri. Dosja fillonte në janar të 1945 dhe përfundonte në tetor të 1949. Data e fundit e shënuar ishte 5 tetor, 2 ditë pas vdekjes së tij. Por kur historianët e shqyrtuan dosjen në vitin 2007, zbuluan diçka të çuditshme, mungonin 27 faqe. Numërimi kalonte nga faqja 137 në faqen 165. Asnjë shpjegim. Asnjë shënim. Thjesht një boshllëk i pastër, sikur dikush kishte hyrë në arkiv dhe kishte hequr ato faqe me kujdes kirurgjik. Çfarë përmbante ato 27 faqe? A ishin raporte për lëvizjet e Mithatit në New York? A ishin plane për eliminimin e tij? A ishin dëshmi që do të provonin përtej çdo dyshimi që vdekja e tij nuk ishte natyrale? Apo ishin thjesht dokumente rutinë që dikush vendosi t'i shkatëronte për të mbrojtur identitetin e një burimi të fshehtë? Pyetjet mbeten pa përgjigje. Por ekziston një detaj tjetër që e bën këtë mungesë edhe më të dyshimt. Në faqen 137, raporti i fundit para boshllëkut, një agent me pseudonimin Drita shkruante: objekti ka mbërritur në New York. Kontakti ynë në terren ka konfirmuar vendodhjen. Pritet vendim nga qendra për hapin tjetër. Çfarë ishte hapi tjetër? Dhe pse pikërisht raportet që do të përshkruanin atë hap janë zhdukur? Njeriu që drejtonte sigurimin e shtetit në vitin 1949 ishte Koçi Xoxe, një figurë brutale që më vonë do të ekzekutohej nga vetë Enver Hoxha për devijim. Por në atë kohë, Xoxe ishte njeriu më i fuqishëm pas Hoxhës dhe ai kishte lidhje të drejtpërdrejta me KGB-n sovjetike. Në kujtimet e një ish oficeri të sigurimit të publikuara në vitin 2001 në pseudonim, thuhet, Xoxe kishte një listë me 15 emra, armiqt kryesor të regjimit që jetonin jashtë vendit. Mithat Frashëri ishte numri 1 në atë listë. Çdo muaj, në takimet me këshilltarët sovjetik, Xoxe pyeste, kur do ta zgjidhim problemin Frashëri? Dhe sovjetikët i përgjigjeshin, kur të vijë momenti i duhur. A erdhi momenti i duhur në shtator të 1949? A ishte udhëtimi i Mithatit në New York mundësia që Xoxe dhe aleatët e tij sovjetik prisnin? Sepse eliminimi i tij në tokë amerikane do të kishte dy përparësi. Së pari, do të dukej si vdekje natyrale për shkak të moshës dhe stresit. Së dyti, do të dërgonte një mesazh të qartë të gjithë kundërshtarët e regjimit. Askush nuk është i sigurt, as në zemër të Perëndimit. Por për të ekzekutuar një operacion të tillë, sigurimi kishte nevojë për informacion të saktë. Dhe atë informacion i asiguronte Kim Philby. Kim Philby ishte një njeri që jetonte në dy botë njëkohësisht. Në sipërfaqe, ai ishte një oficer i respektuar i MI6-s britanike, i caktuar në Washington si ndërlidhës me CIA. Ai merrte pjesë në takimet e klasifikuara, lexonte raporte të fshehta, dinte çdo detaj të operacioneve perëndimore kundër Bashkimit Sovjetik. Por në errësirë, ai ishte agjenti më i çmuar i KGB-s, me emrin kod Stanley. Çdo dokument që kalonte nëpër duart e tij, çdo plan që diskutohej në prezencën e tij, çdo emër që përmendej në takime, gjithçka shkonte drejt për drejt në Moskë. Dhe nga Moska, informacioni shpërndahej te shërbimet e inteligjencës së vendeve satelit, përfshirë Shqipërinë. Kur Mithat Frashëri u zgjodh kryetari i Komitetit Shqipëria e Lirë në korrik të 1949, Philby ishte i pranishëm në takimin ku CIA dhe MI6 ja diskutuan për rolin e tij në operacion. Ai dinte datën e udhëtimit të Mithatit për në New York. Ai dinte emrin e hotelit ku do të qëndronte. Ai dinte edhe orarin e takimeve që Mithati do të zhvillonte me zyrtar amerikan. Dhe brenda 24 orëve, të gjitha këto informacione ishin në duart e KGB-s. Por a dinte Philby që ky informacion do të përdorej për një atentat? Apo ai thjesht kalonte të dhëna, pa ditur pasojat? Në kujtimet e tij, të botuara në vitin 1968 me titullin Lufta ime e heshtur, Philby shkruan me një cinizëm të ftohtë për operacionin shqiptar. Ai e përshkruan si një dështim i pashmangshëm që ishte i dënuar që në fillim. Ai tregon se si kaloi emrat e parashutistëve, koordinatat e hedhjes, planet e operacionit.
por për Mithat Frashërin, ai nuk shkruan asnjë fjalë. Asnjë përmendim. Asnjë koment. Kjo heshtje është aq e zhurmshme sa çdo rrëfim që mund të kishte bërë. Sepse nëse Mithati kishte vdekur nga shkaqe natyrore, pse të mos e përmendësh si një fatkeqësi që goditi operacionin? Pse ta fshish nga kujtesa? Përgjigja më e thjeshtë është kjo, sepse Philby e dinte që vdekja nuk ishte natyrale. Sepse ai e dinte që informacioni që kishte kaluar kishte çuar në eliminimin e një njeriu. Dhe edhe për një tradhtar të ftohet si Philby, kjo ishte një barë që nuk donte ta pranonte në letër. Por ekziston edhe një mundësi tjetër, më e errët. Çfarë nëse Philby nuk kishte thjesht kaluar informacion, por kishte dhënë urdhër të drejtë për drejtë? Çfarë nëse ai, duke ditur që Mithati ishte figura kyçe e operacionit, kishte kërkuar nga FBI që ta eliminonte para se operacioni të fillonte? Kjo do të shpjegonte pse ai nuk e përmend kur emrin e Mithatit, sepse nuk ishte thjesht një burim informacioni, por një bashkëpunëtor në vrasje. Në arkivat e KB-s, që u hapën pjesërisht pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, ekziston një dosje me kodin Operacioni Zemra. Brenda saj gjenden dokumente që lidhen me zhvillimin e armëve kimike dhe biologjike për përdorim në atentat të fshehtë. Një nga substancat e përshkruara është substanca 123, një toksine që shkaktonte infarkt të miokardit brenda disa orëve nga administrimi. Simptomat ishin identike me ato të një sulmi natyror në zemër, dhimbje në gjoks, vështirësi në frymëmarrje, ndalim kardiak. Por në ndryshim nga helmet tradicionale, kjo substancë nuk linte gjurmë në autopsitë standarde të asaj kohe. Ajo shpërbëhej plotësisht brenda 12 orëve, duke mos lënë asnjë provë kimike. Dokumenti që përshkruan këtë substancë është i datës mars 1948, 16 muaj para vdekjes së Mithat Frashërit. A u përdor kjo substancë në New York? A ishte Operacioni Zemra emri kod për eliminimin e Mithatit? Provat nuk ekzistojnë. Por koincidenca është e frikshme. Sepse nëse FBI kishte zhvilluar një armë të tillë dhe nëse Philby kishte dhënë vendodhjen e saktë të Mithatit, atëherë ekzekutimi i atentantit do të kishte qenë i thjeshtë, një agent i trajnuar, një gjilpër mikroskopike, një moment i shkurtër kontakti dhe brenda disa orësh, viktima do të vdiste nga ajo që do të dukej si një sulm natyror në zemër. Por kush ishte ai agent? Kush ishte njeriu që hyri në dhomën 116 të hotelit Lexington në natën e 2 të tetorit? Sepse nëse dëshmia e pastrueses ishte e saktë, nëse vërtet kishte dëgjuar 2 zëra burra në atë dhomë rreth orës 1:30 të natës, atëherë dikush kishte qenë atje. Dikush që fliste anglisht me theks të huaj. Dikush që nuk u regjistrua në hyrje. Dikush që erdhi dhe u largua pa lënë gjurmë. Në vitet pas luftës së dytë botërore, New Yorku ishte plot me agent të shërbimeve të inteligjencës, amerikan, britanik, sovjetik, francez, gjerman. Konsulata sovjetike në New York ishte një nga qendrat kryesore të spionazhit të KB-s në Perëndim. Aty punonin 10 oficer të maskuar si diplomat, por në fakt ishin specialistë të operacioneve të fshehta. Njëri prej tyre ishte një burr me emrin Aleksandr Korotkov, një veteran i NKVD-s që kishte marrë pjesë në operacione eliminimi në Evropë gjatë luftës. Në vitin 1949, Korotkov ishte në New York me statusin e këshilltarit kulturor. Por sipas dokumenteve të deklasifikuara të FBI-s, ai ishte nën survejim si agent i dyshuar i inteligjencës sovjetike. A ishte Korotkov njeriu që vizitoi Mithat Frashërin atë natë? A ishte ai zëri me theks të huaj që pastrueses dëgjoi? Provat nuk ekzistojnë. Por ekziston një detaj i çuditshëm. Në 5 tetor 1949, 2 ditë pas vdekjes së Mithatit, Korotkov u largua papritur nga New Yorku dhe u kthye në Moskë. Arsyeja zyrtare ishte arsye familjare. Por ai nuk u kthye kurrë më në Shtetet e Bashkuara. Mithat Frashëri nuk ishte thjesht një figurë politike. Ai ishte një simbol. Për shqiptarët në ekzil, ai përfaqësonte shpresën e kthimit. Për regjimin komunist në Tiranë, ai përfaqësonte kërcënimin më të madh. Sepse ndryshe nga liderët e tjerë të opozitës, zogistët që ishin të lidhur me monarkistët, legalistët që ishin të ndarë në fraksione, Mithati kishte autoritetin moral që vinte nga historia. Ai kishte nënshkruar deklaratën e pavarësisë. Ai kishte qenë ministër në qeveritë e para shqiptare. Ai kishte themeluar një lëvizje që kishte luftuar kundër pushtuesve nazist dhe fashist. Edhe kundërshtarët e tij politik e respektonin.
Dhe pikërisht ky respekt e bënte atë të rrezikshëm. Sepse nëse Mithati do të kishte arritur të shpallte krijimin e Komitetit Shqipëria e Lirë para Kombeve të Bashkuara, nëse do të kishte marrë mbështetjen zyrtare të Perëndimit, nëse do të kishte bashkuar fraksionet e ndara të shqiptarëve, atëherë operacioni ushtarak kundër Enver Hoxhës do të kishte pasur një legjitimitet që asnjë operacion tjetër nuk e kishte. Dhe kjo do të kishte qenë një kërcënim ekzistencial për regjimin komunist. Pra, eliminimi i Mithatit nuk ishte thjesht një vrasje. Ishte një akt strategjik. Ishte prerja e kokës së lëvizjes para se lëvizja të fitonte forcë. Dhe nëse shikon nga kjo këndvështrim, atëherë vdekja e tij në atë moment të saktë, vetëm pak ditë para fillimit të operacionit ushtarak, nuk mund të jetë rastësi. Por çfarë për Abbas Ermenin? Çfarë e bëri atë të heshtë për një vrasje që ai, më shumë se kushdo tjetër, duhej ta dinte? Sepse nëse Mithati ishte helmuar, nëse ekzistonte një komplot, nëse KB-ja dhe sigurimi i shtetit kishin organizuar atentatin, atëherë Ermeni, si njeriu më i afërt me Mithatin, duhej të kishte dyshime. Ai duhej të kishte bërë pyetje. Ai duhej të kishte kërkuar hetime. Por ai nuk bëri asgjë nga kjo. Ai thjesht pranoi versionin zyrtar, vdekje nga zemra dhe vazhdoi përpara. Pse? Një mundësi është kjo, Ermeni e dinte që të folurit nuk do të ndryshonte asgjë. Mithati ishte i vdekur. Operacioni ishte i komprometuar. Lufta ishte humbur. Çfarë do të arrinte duke akuzuar KB-n ose sigurimin e shtetit? Ai nuk kishte prova. Ai nuk kishte dëshmitar. Ai kishte vetëm dyshime. Dhe dyshimet në luftën e ftohtë nuk ishin mjaft për të ndryshuar asgjë. Pra, ai zgjodhi heshtjen pragmatike, heshtjen e një njeriu që e kupton që e vërteta, edhe nëse zbulohet, nuk do ta kthejë të vdekurin dhe nuk do ta shpëtojë kombin. Por ekziston edhe një mundësi tjetër, më e errët. Çfarë nëse Ermeni heshti sepse kishte frikë? Çfarë nëse ai e dinte që nëse do të fliste, do të ishte i radhës? Sepse nëse KB-ja kishte arritur të eliminonte Mithat Frashërin në zemër të New Yorkut, atëherë ajo mund të eliminonte edhe Abbas Ermenin në Paris. Dhe Ermeni, si një njeri inteligjent dhe pragmatik, e kuptoi që heshtja ishte çmimi i mbijetesës. Në vitet pas vdekjes së Mithatit, Ermeni jetoi si një njeri i ndarë në dy. Në publik, ai ishte figura e fortë, ushtaraku i disiplinuar, historiani i saktë. Por në privat, ai ishte një njeri i munduar nga dyshimet. Në ditarin e tij personal, që u gjet pas vdekjes, ekzistojnë shënime të shkurtra, kriptike, që sugjerojnë një luftë të brendshme. Në datën 10 nëntor 1950, një vit pas vdekjes së Mithatit, ai shkroi: "Sot përkujtova përsëri atë mëngjes. Çdo detaj, çdo fjalë, çdo hezitim. A mund ta kisha ndaluar? A duhej ta kisha detyruar të mos shkonte? Por si mund ta ndaloja? Ai ishte i vendosur. Dhe unë isha vetëm një ushtar që ndiqte urdhrat e liderit të tij." Kjo shënim tregon diçka të rëndësishme. Ermeni nuk ishte i qetë me heshtjen e tij. Ai e rishikonte vazhdimisht vendimin e tij. Ai pyeste veten nëse kishte bërë gabim. Por edhe në këtë shënim privat, ai nuk akuzon askën. Ai nuk thot e helmën. Ai nuk thot e vran. Ai thjesht pyet veten nëse mund ta kishte ndaluar. Dhe kjo pyetje, a mund ta kisha ndaluar? Është pyetja që e mundoi deri në vdekje. Në vitin 1973, 24 vjet pas vdekjes së Mithatit, Ermeni shkroi një ese të gjatë për gazetën e Ballit Kombëtar në ekzil. Titulli ishte Mithat Frashëri, njeriu dhe simboli. Në atë ese, ai e përshkroi Mithatin si një njeri që dha gjithçka për kombin e tij dhe që vdiq duke luftuar deri në frymën e fundit. Por edhe këtu, ai nuk foli për rrethanat e vdekjes. Ai nuk përmendi New Yorkun. Ai nuk përmendi hotelin Lexington. Ai nuk përmendi asnjë dyshim. Thjesht shkroi: ai vdiq siç kishte jetuar, me dinjitet, me besim, me shpresë. Kjo ishte mënyra e Ermenit për të mbyllur kapitullin. Për të vendosur një pikë në fund të një historie që nuk kishte përfundim. Por a mund të mbyllësh një histori duke mos e treguar kurrë? A mund të varrosh të vërtetën duke shkruar vetëm për simbolin dhe jo për njeriun? Ermeni mendonte që po. Ai mendonte që duke e mbajtur Mithatin si simbol të pastër, pa u ndotur nga teoritë e konspiracionit, po i bënte një nder më të madh se sa duke e kthyer në një viktim të një komploti. Por a kishte të drejtë?
Apo po I mohonte Mithatit të drejtën për të vërtetën. Kur Abbas Ermeni vdiq në vitin 2003, ai u varros me nderime ushtarake në Tiranë. Në funeral, një nga folësit, një historian I ri që kishte studiuar historinë e ballit kombëtar, tha diçka që bëri që shumë nga të pranishmit të heshtnin. Abbas Ermeni ishte një njeri që mbajti shumë sekrete. Disa prej tyre I mori me vete në varr. Dhe ndoshta kjo ishte zgjedhja e tij më e madhe, të mbrojë disa të vërteta që bota nuk ishte gati t'i dëgjonte. A ishte kjo një lavdërim, apo një akuzë e butë? Apo thoshte folësi që Ermeni kishte bërë mirë duke heshtuar, apo po sugjeronte që ai kishte tradhtuar të vërtetën? Askush nuk e pyeti. Sepse të gjithë e dinin që pyetja ishte retorike. Sekreti ishte varrosur. Dhe askush nuk mund ta nxirrte më. Por a është vërtet I varrosur? Sepse edhe sot, më shumë se 70 vjet pas asaj mëngjesi të tetorit, pyetjet mbeten. Arkivat e sigurimit të shtetit ende kanë faqe të zhdukura. Arkivat e KB-s ende kanë dosje të klasifikuara. Dhe ekzistojnë njerëz të moshuar tani, por që ishin të rinj atëherë, që pretendojnë se din diçka që nuk kanë guxuar ta thonë kurrë. Në vitin 2015, një ish oficer I sigurimit të shtetit, duke folur në pseudonim për një gazetë shqiptare, tha: "Ne e dinim që Frashëri do të vdiste në New York. Nuk e bëm ne drejt për drejt, por e dinim. Dhe kur erdhi lajmi, festuam. Sepse ai ishte armiku numër 1. Dhe tani ishte I vdekur." Kur gazetari e pyeti nëse kishte qenë atentat, oficeri u përgjigj: "Unë nuk e di nëse ishte atentat. Por e di që askush nuk u habi. Sepse të gjithë e prisnin." Kjo dëshmi nuk provon asgjë. Por tregon diçka të rëndësishme, brenda sigurimit të shtetit, vdekja e Mithatit nuk u pa si një rastësi e lumtur. U pa si një rezultat I pritur. Dhe kjo pritje, vetvetiu, ngre pyetjen: nëse e prisnin, a do të thotë që e dinin? Dhe nëse e dinin, a do të thotë që kishin një rol? Në fund, mbetemi me një pyetje që nuk ka përgjigje të sigurt: kush përfitoi nga vdekja e Mithat Frashërit? Përgjigja është e qartë: Enver Hoxha dhe regjimi komunist në Tiranë. Pa Mithatin, Komiteti Shqipëria e Lirë humbi autoritetin e tij. Pa Mithatin, operacioni ushtarak humbi legjitimitetin e tij politik. Pa Mithatin, opozita shqiptare në ekzil u coptua në fraksione që hanin njëri tjetrin. Dhe Enver Hoxha mbeti në pushtet për 36 vjet të tjerë. Pra, nëse pyetja është cui bono, kush përfitoi, atëherë përgjigja është e qartë. Por a do të thotë kjo që Hoxha e urdhëroi vrasjen? Jo domosdoshmërisht. Sepse në luftën e ftohtë, vrasjet nuk urdhëroheshin gjithmonë nga lart. Ndonjëherë ato ndodhnin sepse dikush në zinxhirin e komandës kuptonte që ishte momenti I duhur. Ndonjëherë ato ndodhnin sepse një agjent në teren merrte një vendim të pavarur. Dhe ndonjëherë ato ndodhnin sepse një helm administrohej nga dikush që nuk e dinte as emrin e viktimës, por thjesht ndiqte urdhrat. Pra, e vërteta mund të jetë kjo: Mithat Frashëri vdiq nga një kombinim I faktorëve, shëndeti I dobët, stresi I jashtëzakonshëm dhe ndoshta, vetëm ndoshta, një ndihmë e vogël nga një substancë që shkenca e asaj kohe nuk mund ta zbulonte. Dhe Abbas Ermeni, duke ditur që nuk mund ta provonte asnjërin nga këto, zgjodhi të heshtë. Sepse heshtja, në fund të fundit, ishte e vetmja mënyrë për të mbrojtur kujtimin e mikut të tij nga teoritë e pafundme të konspiracionit. Por a ishte kjo zgjedhja e duhur? Apo duke heshtuar, ai mohoi historisë të drejtën për të ditur të vërtetën? Në 10 dhjetor 1949, 67 ditë pas vdekjes së Mithat Frashërit, një burr me emrin Viktor Abakumov hyri në zyrën e tij në Lubjankan, selinë qendrore të KB-s në Moskë. Abakumov ishte shefi I drejtorisë kryesore të kundërzbulimit ushtarak, një nga figurat më të frikshme të aparatit sovjetik të sigurisë. Ai mbajti në dorë një dosje të hollë me vulën sekret I veçantë dhe e vendosi në sirtarin e tij personal. Brenda asaj dosjeje, sipas një dëshmie të dhënë 50 vjet më vonë nga një ish arkivist I KB-s, gjendej një raport me një fjalë të vetme në krye: përfunduar. Poshtë asaj fjale ishin 3 rreshta: objekti eliminuar, metoda e pazbuluar, operacioni mbyllur. Asnjë emër, asnjë datë, asnjë vend. Thjesht një konfirmim I ftohtë që diçka që kishte filluar ishte përfunduar. A ishte ajo dosje për Mithat Frashërin? Arkivisti që dha dëshminë nuk mund ta konfirmonte, sepse dosja nuk kishte kod identifikimi.
Por ai shtoi një detaj që e bën këtë raport edhe më të dyshimt. Abakumov e lexoi, buzëqeshi për një moment, pastaj e dogji menjëherë në zjarrin e oxhakut të zyrës së tij. Unë e pash Hirin duke u ngritur. Dhe kur më nuk e përmendi atë dosje. Pse do ta digjte Abakumov një raport që tashmë ishte i klasifikuar në nivelin më të lartë? Pse do ta shkatëronte një provë që askush tjetër nuk mund ta lexonte? Përgjigja më e thjeshtë është kjo, sepse edhe brenda KB-s ekzistonin sekrete që ishin shumë të rrezikshme për të ruajtur në letër. Edhe brenda një sistemi që jetonte nga sekretet, ekzistonin operacione që duhej të zhduken plotësisht nga historia. Por nëse KB-ja kishte eliminuar Mithat Frashërin, pse nuk e përdori kurrë këtë si propagandë? Pse nuk e shpalli hapur që kishte goditur armikun e popullit shqiptar? Sepse në luftën e ftohtë ekzistonin dy lloje operacionesh, ato që bëheshin për t'u parë dhe ato që bëheshin për të mos u parë kurrë. Vrasjet e hapura, si ajo e Trotskijut në Meksik, ishin mesazhe. Ishin paralajmërime. Ishin demonstrime force. Por vrasjet e fshehta, ato që dukeshin si vdekje natyrore, ishin më të vlefshme. Sepse ato krijonin frikë pa krijuar prova. Ato bënin që armiqtë të dyshonin për çdo vdekje, por të mos mund të akuzonin kurrë. Dhe kjo frikë e paqartë, kjo paranojë e vazhdueshme, ishte më e fuqishme se çdo ekzekutim publik. Pra, nëse Mithati ishte vërtet helmuar, atëherë heshtja e KB-s nuk ishte mungesë e krenarisë, ishte strategji. Ishte mënyra për të mbajtur armiqtë e tjerë në një gjendje të përhershme ankthi, duke ditur që çdo njeri prej tyre mund të ishte i radhës, por pa ditur kur ose si. Abbas Ermeni e kuptoi këtë. Ai e kuptoi që në botën ku jetonte, e vërteta nuk ishte një e drejtë, por një luks që mund të kushtonte jetën. Në shkurt të 1050, 4 muaj pas vdekjes së Mithatit, Ermeni mori një letër të pazakonë. Letra erdhi pa adresë kthimi, pa firmë, pa asnjë shenjë identifikimi. Brenda saj ishte një fjalë e vetme, e shkruar me shkronja të prera nga gazeta, heshtje. Asgjë tjetër. Vetëm ajo fjalë. Ermeni e dogji letrën menjëherë. Por ai e kuptoi mesazhin. Dikush po e monitoronte. Dikush po e dëgjonte. Dikush donte të sigurohej që ai nuk do të fliste. Dhe Ermeni, si një njeri që kishte mbijetuar luftën, ekzilin dhe tradhtin, e dinte që kur merr një mesazh të tillë, ke vetëm dy zgjedhje, të heshtësh ose të vdesësh. Ai zgjodhi heshtjen. Jo sepse ishte frikatësar, por sepse ishte realist. Sepse e dinte që të folurit nuk do ta kthente Mithatin. Nuk do ta shpëtonte Shqipërinë. Nuk do ta ndryshonte asgjë. Do të bënte vetëm një gjë, do ta kthente atë në viktimën tjetër. Dhe Ermeni nuk donte të vdiste për një të vërtetë që askush nuk do ta besonte. Por heshtja kishte një çmim. Çdo ditë që kalonte, Ermeni e ndjente barrën duke u rënduar. Ai filloi të shihte Mithatin në ëndra, jo si një kujim të ëmbël, por si një akuzë të heshtur. Në një shënim të shkruar në ditarin e tij në mars të 1051, ai shkroi: "Sonte përsëri e pash." Ai më shikonte me ato sy që më njihnin më mirë se kushto. Dhe unë e dija çfarë po më pyeste, pse nuk flet? Por si mund t'i shpjegoj një të vdekuri që heshtja është çmimi i mbijetesës? Si mund t'i them që e vërteta në këtë botë nuk vlen sa jeta? Ky shënim tregon diçka që Ermeni nuk e pranoi kurrë publikisht. Ai nuk heshti sepse nuk e dinte të vërtetën. Ai heshti sepse e dinte dhe pikërisht kjo e bënte heshtjen aq të dhimbshme. Sepse të heshtësh për diçka që nuk e di është e lehtë. Por të heshtësh për diçka që e di dhe që të mundon çdo natë, kjo është një formë torture që zgjat dekada. Në vitet 60, kur lufta e ftohtë arriti kulmin e saj, Ermeni filloi të shkruante kujtime. Por edhe në ato kujtime, ai ruajti heshtjen e tij. Ai shkroi për betejat e ballit kombëtar, për luftën kundër pushtuesve, për vitet e ekzilit. Por për Mithatin, ai shkroi vetëm një kapitull të shkurtër me titullin Njeriu që udhëhoqi me shembull. Në atë kapitull, ai e përshkroi Mithatin si një figurë historike që dha gjithçka për kombin e tij. Por për vdekjen, ai shkroi vetëm një paragraf. Në tetor të 1949, Mithat Frashëri vdiq në New York nga një sulm në zemër. Humbja e tij ishte një goditje e rëndë për lëvizjen tonë. Por kujtimi i tij mbeti gjallë në zemrat e të gjithë atyre që e njihnin. Asnjë detaj. Asnjë pyetje. Asnjë dyshim.
thjesht një konstatim, i thatë, mjekësor, sikur po fliste për një statistik dhe jo për një mik. Kur një historian francez që po intervistonte Ermenin për një libër e pyeti, por a nuk keni pasur dyshime për rrethanat e vdekjes? Ermeni e shikoi me një vështrim të ftohtë dhe tha, dyshimet nuk janë fakte. Dhe unë punoj vetëm me fakte. Kjo përgjigje ishte perfekte në sipërfaqe. Por nënkuptonte diçka më të thellë, Ermeni kishte dyshime. Ai thjesht kishte vendosur që dyshimet nuk ishin mjaft për të folur. Në vitin 1973, kur Kim Philby botoi kujtimet e tij, Lufta ime e heshtur, Ermeni e lexoi librin në një ditë. Ai nënvizoi çdo fjalë që kishte të bënte me operacionin shqiptar. Ai kërkoi çdo përmendim të mithat frashërit, por nuk gjeti asnjë. Philby kishte shkruar për 10 operacione, për qindra emra, për mijëra sekrete. Por për mithatin, asgjë. Kjo mungesë e bëri Ermenin të ngrinte dorën dhe të hidhte librin përmes dhomës. Ishte hera e vetme që dikush e pa duke humbur kontrollin. Një mik që ishte i pranishëm atë ditë tregoi më vonë, ai tha vetëm një fjalë, gënjeshtar. Pastaj u ul dhe nuk foli më për atë libër kurrë. Pse e quajti Philbyn gënjeshtar? Sepse Ermeni e dinte që heshtja e Philbyt nuk ishte harres. Ishte fshehje e qëllimshme. Ishte një mënyrë për të mbuluar një krim që Philby nuk donte ta pranonte as në kujtimet e tij. Dhe kjo e bëri Ermenin të kuptonte diçka të tmerrshme, nëse edhe Philby, një tradhtar që kishte pranuar çdo tradhtim tjetër, nuk guxonte të fliste për mithatin. Atëherë ajo që kishte ndodhur ishte aq e errët sa edhe një njeri pa ndërgjegje nuk mund ta pranonte. Në vitet e fundit të jetës, Ermeni u bë edhe më i mbyllur. Ai ndaloi së dhëni intervista. Ai ndaloi së shkruari për politikë. Ai jetoi në një apartament të vogël në Paris, i rrethuar nga libra dhe kujtime, duke pritur fundin. Në vitin 2000, kur shëndeti i tij filloi të përkeqësohej, një gazetar i ri shqiptar arriti ta gjente dhe ta binte të fliste për herë të fundit. Gazetari e pyeti, "Zoti Ermeni, ju keni jetuar me një sekret për 50 vjet. A nuk doni ta ndani atë para se të jetë shumë vonë?" Ermeni e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha, "Çdo njeri mban sekrete. Disa i mban sepse duhet. Të tjerët i mban sepse nuk ka zgjedhje. Unë i mbajta të dyja llojet. Dhe tani, në fund të jetës, e vetmja gjë që mund të them është kjo, e vërteta nuk është gjithmonë ajo që duhet thënë. Ndonjëherë, e vërteta është ajo që duhet varrosur, sepse bota nuk është gati ta dëgjojë." Kjo ishte sa më afër një rrëfimi që Ermeni erdhi ndonjëherë. Ai nuk tha, po, ishte vrasje. Por ai tha diçka më të rëndësishme, ai pranoi që kishte një të vërtetë që kishte zgjedhur ta varronte. Dhe kjo pranues, vetvetiu, ishte një dëshmi. Kur Abbas Ermeni vdiq në vitin 2003, ai u varros me nderime ushtarake në Tiranë. Mijëra njerëz erdhën për ta përcjell. Politikan, historian, veteran, njerëz të thjeshtë që e respektonin si një simbol të rezistencës. Por askush nuk përmendi sekretin që ai kishte mbajtur. Askush nuk pyeti për heshtjen e tij. Sepse të gjithë e dinin që disa pyetje nuk bëhen në varreza. Disa të vërteta varrohen bashkë me ata që i mbajnë. Dhe Ermeni, duke zgjedhur të heshtë deri në fund, i mohoi historisë një përgjigje që ndoshta nuk do të vijë kurrë. Por a ishte kjo një tradhtim ndaj mithatit? Apo ishte një akt dashurie, një mënyrë për ta mbrojtur kujtimin e tij nga teoritë e pafundme, nga akuzat e paqarta, nga një e vërtetë që askush nuk mund ta provonte? Por historia nuk pushon kurrë së kërkuari. Edhe kur dëshmitarët vdesin, edhe kur arkivat digjen, edhe kur sekretet varrohen, pyetjet mbeten. Dhe në rastin e mithat frashërit, pyetjet janë bërë edhe më të forta me kalimin e kohës. Sepse sa më shumë dokumente deklasifikohen, aq më shumë koincidenca zbulohen. Koincidenca që, të marra së bashku, krijojnë një mozaik të frikshëm. Kim Philby që ishte në Washington pikërisht në atë kohë. Aleksandr Korotkov që u largua nga New Yorku 2 ditë pas vdekjes. Dosja e sigurimit të shtetit me 27 faqe të zhdukura. Raporti i Abakumovit që u dogj menjëherë. Letra e kërcënimit që Ermeni mori. Heshtja e tij e përjetshme. Të gjitha këto, të marra veç e veç, mund të jenë rastësi. Por të marra së bashku, ato tregojnë një model. Dhe modeli tregon një të vërtetë që askush nuk guxoi ta shqiptonte kurrë, mithat frashëri nuk vdiq nga zemra. Ai u eliminua.
në mënyrë të sofistikuar, të pazbuluar, të përsosur. Nga një sistem që kishte bërë vrasjen një shkencë. Dhe Abbas Ermeni e dinte këtë. Por zgjodhi të heshë, sepse e vërteta në atë botë nuk ishte një armë, ishte një dënim me vdekje. Sot, më shumë se 74 vjet pas asaj mëngjesit të tetorit, eshtrat e mithat frashërit pushojnë në Shqipëri. Ato u kthyen nga New Yorku në vitin 2018 dhe u rivarrosën me nderime shtetërore në Tiranë. Mijëra njerëz erdhën për ta nderuar. Politikan mbajtën fjalime. Historian shkruan artikuj. Por askush nuk foli për atë që vërtet kishte ndodhur në dhomën 116 të hotelit Lexington. Sepse e vërteta edhe sot mbetet e varrosur në shtresa sekreti që askush nuk guxon t'i prek. Familja e mithat frashërit jetoi në heshtje për dekada. Djemt e tij u rritën në ekzil duke mbajtur mbiemrin me krenari, por duke mos ditur kur të vërtetën e plot për vdekjen e babait të tyre. Kur u pyetën nga gazetar, ata përsëritën versionin zyrtar, vdiq nga zemra. Por në sytë e tyre, në mënyrën se si e thonin atë frazë, kishte një dyshim të heshtur, një pyetje që nuk guxonin ta bënin me zë të larë. Abbas Ermeni, njeriu që e njihte më mirë se kushdo, mori sekretin me vete në varr. Ai jetoi 88 vjet duke mbajtur një barë që askush tjetër nuk mund ta kuptonte plotësisht. Ai shkroi libra dhe intervista, mësoi gjenerata të reja për historinë e Shqipërisë. Por për atë që kishte ndodhur në New York, ai nuk tha kur asgjë më shumë se vdiq nga zemra. Pik. Dhe kjo heshtje, kjo vendosmëri absolute për të mos folur, është vetë dëshmia më e fortë që diçka e tmerrshme kishte ndodhur, diçka që ai nuk mund ta provonte, por që e dinte në thellësi të shpirtit. Shqipëria, vendi që mithati donte aq shumë sa dha gjithçka për të, mbeti në sundimin komunist për 45 vjet të tjerë. Enver Hoxha vdiq në pushtet në 1885. Sigurimi i shtetit vazhdoi të gjuante, të torturonte, të ekzekutonte. Dhe emri i mithat frashërit u bë një mallkim në Shqipërinë komuniste, një emër që nuk mund të përmendej, një histori që u fshi nga librat shkollor, një kujtim që u ndalua me ligj. Vetëm pas rënies së komunizmit në vitet e 90-ta, emri i tij u rehabilitua. Por edhe atëherë, e vërteta për vdekjen e tij mbeti e paqartë. Ata që përfituan nga vdekja e tij jetuan jetë të gjata dhe të rehatshme. Enver Hoxha sundoi deri në vdekje. Koçi Xoxe, shefi i sigurimit që festoi vdekjen e mithatit, u ekzekutua më vonë nga vetë Hoxha, jo për vrasjen e mithatit, por për devijim. Kim Philby iku në Moskë në vitin 1963 dhe jetoi atje deri në vdekje në 1988, duke shkruar kujtime dhe duke marrë medalje nga KGB-ja. Aleksandr Korotkov u kthye në Moskë dhe vazhdoi karrierën e tij në shërbimet e inteligjencës, duke vdekur në pleqëri të thellë pa u pyetur kurrë për atë që kishte bërë në New York në tetor të 1949. Asnjë prej tyre nuk u ndëshkua. Asnjë prej tyre nuk pranoi. Asnjë prej tyre nuk u pyet ndonjëherë zyrtarisht. Dhe kështu, historia e mithat frashërit mbetet një histori e paplollë. Një histori me një fillim të qartë, një mes të dhimbshëm dhe një fund që nuk ka përfunduar kurrë. Sepse çdo vit, kur vjen tetori, kur vjen data 3, dita kur ai u gjeti vdekur në atë dhomë hoteli, dikush në Shqipëri, dikush në diasporë, dikush që e njeh historinë, ngre të njëjtën pyetje: çfarë ndodhi vërtet atë mëngjes? A ishte vdekje natyrale, apo ishte vrasja më e sofistikuar e luftës së ftohtë? A ishte Kim Philby thjesht një spiun që kalonte informacione, apo një organizator atentantesh? A e dinte Abbas Ermeni të vërtetën, apo thjesht zgjodhi të mos besonte teoritë e konspiracionit? Dhe pyetja më e madhe e të gjitha, nëse ishte vrasje, pse askush nuk u ndëshkua kurrë? Pse askush nuk pranoi kurrë? Pse e vërteta mbeti e varrosur në shtresa heshtjeje që as koha, as historia, as kërkimi i palodhur i të vërtetës nuk arriti ta shponte? Ndoshta përgjigjja është kjo, sepse në luftën e ftohtë, e vërteta nuk ishte një e drejtë. Ishte një luks që vetëm fituesit mund ta përballonin. Dhe mithat frashëri, si shumë të tjerë para dhe pas tij, nuk ishte fitues. Ai ishte një viktimë e një lufte që luftoi në errësirë, me armë që nuk shihnin, nga njerëz që nuk ekzistonin zyrtarisht. Dhe kur vdiq, e vërteta vdiq bashkë me të. Por ndoshta, vetëm ndoshta, e vërteta nuk ka vdekur plotësisht. Ndoshta ajo pret ende, e varrosur në një arkiv të klasifikuar në Moskë, ose në një dosje të fshehur në Tiranë, ose në kujtimet e dikujt që ende nuk ka guxuar të flasë.
Ndoshta një ditë, kur të gjithë aktorët kryesor të kësaj historie të jenë vdekur, kur të mos ketë më asnjë interes politik për ta mbajtur sekretin, ndoshta atëherë, dikush do të hap një sirtar, do të gjejë një dokument, do të lexoj një raport që do të thotë me shkronja të qarta, objekti eliminuar. Metoda e pazbuluar. Operacioni mbyllur. Por deri atëherë, ne mbetemi me pyetje. Me dyshime. Me një histori që nuk ka fund. Dhe me kujtimin e një njeriu që dha gjithçka për kombin e tij dhe që vdiq qoftë nga zemra, qoftë nga helmi, duke luftuar deri në frymën e fundit. Mithat frashëri i pushon në paqe. Por e vërteta për vdekjen e tij nuk pushon kurrë. Ajo vazhdon të jetojë në çdo pyetje të pabërë, në çdo dokument të pagjetur, në çdo heshtje të pazgjidhur. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe e tij, jo vetëm ajo që bëri gjatë jetës, por edhe misteri që la pas vdekjes. Një mister që na kujton që historia nuk është gjithmonë ajo që na mësohet. Që e vërteta nuk është gjithmonë ajo që na thuhet. Dhe që ndonjëherë pyetjet më të rëndësishme janë ato që nuk kanë përgjigje. Kush vërtet e vrau mithat frashërin? Dhe pse e vërteta mbetet ende e fshehtë 74 vjet më vonë?